Përshëndetje, kjo studio ka magjin që të bëj bashk personazh të ndryshëm kur zhvillohen bisedat jetësore. Për stilin e jetesës, e ku tregohen mjaft sekrete dhe të tilla do të kemi edhe ditën e sotme. Ama ndryshe nga çdo takim këtu në Living Room, 4 zonja të 4 gjyshe që mishërojnë mençurinë, butësinë dhe ratin, do të na zbukurojnë studion. Ato nuk janë gjyshe të zakonshme. Janë gjyshe që nuk duan të mposhten nga thinjat, nga rrudhat apo nga vitet që mbajnë bisube. Ju sfidoj të gjithëve nëse mund të zbuloni vetë moshën e tyre. Ftojmë pa humbur kohë 4 gjyshe tona që do të na rrëfejnë rreth ritualeve të bukurisë dhe të kujdesit ndaj vetes. Ndaj, ju ftoj syt dhe veshët 4 për të zbuluar sekretet dhe këshillat nga gjyshet tona. Ajo nuk vjen nga Italia, por vjen nga Vlora, e certifikuar si sozia e showgirlit ikonik italian Raffaella Carrà. Gjithmonë e kuruar në detaje, gjyshe e 5 nipërve dhe një mbese. Mirëpres, Fadile Skëndaj. Përshëndetje zonja Fadile. Mirë se vini në Living Roomin e Vision Plus, ju pres me shumë kënaqësi, çfarë sharmi dhe bukurie. Eja të t'japni përshafim të madh. Faleminderit. Sot do të kemi më shumë detaje se kur për të evidentuar përmes kamerave tona, përveç se për të dëgjuar mençurinë tuaj dhe sekretet tuaja të bukurisë. Patjetër. Me shumë kënaqësi. Ne kemi patur edhe vajzat e reja në studio, po rrallë herë më ka ndodhur që të kenë kaq shumë aksesor që i mbajnë me vete. Duke filluar nga syzet për komplimenta, varsja, dorezat, fustani dhe një element shumë i rëndësishëm është çanta. Kthehemi pak më përpara që të mund ta shohim edhe çantën që ju mbani në krah. Është plot me thesare dhe kështu do të vinë të 4 gjyshet. Faleminderit. Tani, më lejo të komplimentoj për veshjen, më lejo të komplimentoj për fustanin. Ma jep mua pak çantën, sepse dua që t'i jap të gjithë vëmendjen që meriton. Faleminderit. Ka shumë vite që është në garderobën tënde ky fustan apo jo? Po, ka. Ka një kujtim, një histori të veçantë? Si thesare rroba. Sepse çdo rrobë përfaqëson një histori. Ka një histori, do të tregojmë edhe historinë e këtij fustani. Unë të ftoj të reatohesh e të mërpresim një tjetër gjyshe. Piktura, gatimi dhe yoga janë ndër pasionet e saj. Krahas tyre, ajo do të na zbuloj edhe sekretet rreth ritualeve të bukurisë dhe të kujdesit ndaj vetes. Mirëpres, Shpresa Çakëri Shehaj. Zonja Shpresa, mirë se vjen në Living Roomin e Vision Plus. Wow, shumë faleminderit për ftesën në këtë emision kaq elitar. Faleminderit shumë komplimenta për dukjen. Më lejo ta nis nga flokët. Më pëlqejnë shumë zonjat që krejnë flokët në këtë mënyrë, të pasura me të gjithë aksesorët. Ose kujdese për veten, nuk kujdeset njëri, kështu që thelbi jemi ne. Kryesarët. E vërtet, po këtë mësim e keni marrë herët apo me kalimin e viteve? Ka qenë diçka e ngulitur dhe e trashëguar nga prindërit e mi, po pastaj ka ardhur duke u rritur kujdesi më shumë, edhe jemi këtu, ndoshta do vazhdojmë më shumë të kujdesem në të ardhmen, sepse vitet ikin edhe dalin gjithmonë sekretet të reja. Sekretet të reja dhe me kalimin e viteve kuptoj se ka më tepër nevojë për vëmendje dhe për kujdesje. Shumë e vërtetë është edhe kjo. E bukur jashtë dhe e bukur dhe brenda, shpirtërisht. Dhe unë jam e bindur se sot do të bisedoj me zonja që janë të bukura nga brenda dhe që reflektojnë këtë të bukura nga jashtë. Të ftoj të reatohesh dhe mirëpres gjyshen e tretë, e cila do të vazhdoj të na zbukuroj studion. Për të qenit e kuruar është shumë e rëndësishme. Nuk del nga shtëpia pa u veshur bukur, pa u kujdesur për flokët, edhe nëse duhet të hedh thjesht plehrat. Ftojmë në studio Valentina Kurçani. Vali, mirë se vjen në Living Roomin e Vision Plus. Një kënaqësi nga afër. Po të lutem eja pranë meje. Mirë se vjen. Shumë faleminderit për një kujtim kaq të bukur dhe në këtë moshë akoma dhe më e bukur se ëndër e çdo gruaje, çdo vajze të dalë një herë në televizor. Po ju e meritoni plotësisht. Do të ndajmë të gjitha sekretet pa rezerva, diçka që mund ta bëjnë vetëm gjyshet. Patjetër. Me shumë kënaqësi. Dhe
Gjyshja e fundit është gjithmonë në lëvizje me monopat apo me biciklet. Sot, dua ta shoh nëse ka ardhur me makinë, me monopat apo me biciklet në studio, se më thanë do të ketë surpriza. Sigurisht edhe me të do të ndajmë të gjitha recetat e bukurisë, dhe kur ta shihni e kuptoni se koha për të ka ndalur. Mirë pres, Luljeta Nezaj. Përshëndetje, mirë se na vjen në living room. Më sportive se kushdo tjetër. Wow! Erdhe me monopat, të cilin prej sa kohë është e përdor? Kam një vit që e përdor monopatin dhe ndjem shumë mirë. Përpara se të ftoj të reatohesh, të lutem na jep edhe një herë kënaqësinë e një xhiroje me monopat këtu në living room, është hera e parë që ndodh? Pa pro. Me gjasa mund të jetë edhe hera e fundit. Do të marrim edhe çantën, vjen e përgatitur edhe gjyshja e katërt në living room. Jam shumë kurioze të zbuloj se çfarë mbani në çanta tuaja. Besoj në të përditshmen, je e veshur pak më sportive, teksa lëviz me monopat. Me monopat gjithmonë jam sportive. Kurse sot jemi të ftuara dhe vishemi ndryshe. Dhe unë ju falenderoj shumë që e keni vlerësuar dhe e keni respektuar living room, edhe pse ju këtë gjë e bëni gjithmonë edhe çdo herë. Faleminderit shumë. Pyetja e parë që ju vjen në përgjithësi është për moshën. Ju a e tregoni moshën tuaj? Unë po, e tregoj. Me krenari bile. Po, sa vjeç je? Unë jam 70 vjeçe. 70 vjeç? Rrugës, domethënë këtë vit unë jam 70 vjeçe. Shumë urime dhe shumë komplimenta. E ke treguar gjithmonë pas një kompleks moshën? Absolutisht, po gjithmonë. Absolutisht gjithmonë. E tregon moshën? Nuk është. Mosha është e bukur kur ti je lumtur me njerëzit që të rrethojnë, ke dashuri, jep dashuri. Kur je lumtur s'ka moshë. Pra mosha është thjesht një numër, po thoni ju, dhe nuk ka rëndësi. Ju e tregoni moshën tuaj? Po, pa problem fare. 63. 63 vjeç dhe i mbani kaq bukur. Fadile, Sozia e Rafaela Kara? Unë jam 73 vjeç. Shumë komplimenta. Faleminderit. E ke treguar gjithmonë moshën? A të pengon mosha për të jetuar jetën që dëshiron? E kam treguar për arsye sepse duhet treguar mosha. Është gabim që thonë femrat nuk duhet. Mos i pyesni sepse nuk duhet treguar mosha. Pse nuk duhet treguar mosha? Sa histori ka ajo moshë që ke arritur? Sa lumturi, sa sfida, sa trëndafila, sa gjëmba, pse mos ta tregosh? 73 jam. Dhe i mbani kaq bukur 73 vitet tuaja. Faleminderit, faleminderit. E tregon moshën? E tregoj me kënaqësi, se mosha nuk fshihet kur je bërë nën, edhe kur je bërë gjyshe, se ta gjejnë nga fëmit, më kryesorja. Dhe... Mirë se ajo kërkon pak matematikë. Po dakord, po ajo ta bëjnë shpejt e shpejt atë, ta bëjnë shumë shpejt. Edhe është një pyetje që ta bëjnë edhe me tendencë, më ta tregoj vetë. 2 mars 1963. 62 vite. Fiks, po. Jeni ndjerë ndonjëherë të paragjykuara për shkak të moshës, ju vijoni dhe mbaheni në këtë mënyrë? Po? Po. Shumë herë. Unë po. Ndonjëherë. Mënyra se si të shikojnë njerëzit kështu, të shikojnë që ku vete, se vishesh kaq shumë, moshën e ke që s'duhet mbahesh kaq shumë. Dhe jam mërzitur shumë në të vërtet, sepse është një thyer personaliteti, çdo njeri ka personalitetin e vet, një veten e vet, dhe nuk duhet të ta vrasësh apo të komentosh një gjë të tillë. Nuk është e bukur fare. Tani kohët e fundit ne kemi mësuar që nuk duhet të ndorhyjmë këtë të tjerë, të flasim bukur, për gjëra të bukura, për gjëra inkurajuese, që të zhvillohen të gjithë njerëzit. Po, por ndoshta ky është një mësim që jo të gjithë e kanë marrë. Jeni ndjerë të paragjykuara, përse mbaheni dhe kujdeseni kaq shumë për veten, nëse mund të ndani ndonjë episod? Unë jo. Aha. Absolutisht. Përkundrazi. Merr komplimenta. Kundrazi marr komplimente dhe të marrësh komplimente në këtë moshë, vërtet të them kënaqësi ndjej.
komplimente marë, do me thënë jap shembullin tim, bravo të qoftë, ndoshta, nuk e di, s'kam dëgjuar, por që të më thotë pse mbahesh, qysh mbahesh. Pse vishesh me të kuqe, me këto mongët me volum. Me këto mongët me volum, absolutisht. Sepse në radhë të parë, njeriu përveç bukurisë dhe pamjes, duhet ketë personalitet dhe dignitet. Digniteti dhe personaliteti i çdo gruaje që e ka formuar në vite, nuk e lejon tjetrin të thot absolutisht asnjë fjalë. Përkundrazi, thonë bravo të qoftë. Unë kështu e kam ndjerë dhe kështu më kam ndodhur. Sa mirë. Eksperiencat mund të jenë të ndryshme. Edhe unë po ashtu. Më shumë merr komplimenta apo më shumë ndihesh e paragjykuar që mirë mbahesh? Si çdo femër, por unë ndjehem mirë me veten dhe jam natyre qetë, shikoj gjithmonë punët e mia, pak sportive, se mosha ime dhe s'dalin fare, kurse unë lëviz jam aktive. Tani që kam dhe këtë monopatin, jam e lumtur fare. Të ka ndodhur të jesh paragjykuar që i kushton vëmendje vetes Tani për shkak jo. të moshës më herët? Kur isha vajzë po, se atëherë ishte tabu, me një fjalë. Çdo gjë ishte tabu. Sot s'ka asgjë tabu. Sot se guxoje pak më tepër ti për shembull? Patjetër, po. Me make-upin, me krekjen e flokëve? Jo me make-upin, se isha vajzë sportive, po me bicikletë, thyenja orarin në familje, nuk isha ajo vajza që në ora 7 duhet ishe në shtëpi dhe këto gjëra jo. Atëherë po, kurse sot marr komplimente nga Gloria. Oh my God, nëna, my queen. Me fjalë që ma mbush gjithë ditën dhe është debulesa ime, dhe Valeria, dhe Henry, dhe Hektori. Unë jam një gjyshe turiste. Ashtu? Se i kam shumë larg, i kam në Kanada, dhe gjëja më e bukur është që unë kur shkoj atje dhe ata kanë një uri dashurie, që kur më shikojnë, kur më prekin, kur hapim dhuratat, kur bëjmë ato gjëra. Dhe në të përditshme ju jepni edhe këtë modelin tuaj të gjyshes të nënës që është kaq e mirë mbajtur. Pa, edhe më bëjmë një fjalë më për këdhelin, më thotë Gloria, nëna, këto më pëlqejnë mua, këtë e dua, unë i them unë, të gjitha për ty do t'i ruaj nëna. Edhe ja bëjmë sy Valerës, i them kot Gloriës, do t'i jap ty, kupton? Do t'i ndaj për secilën. Jo. Veshjet, aksesorët, i zgjedh gjithmonë vetë? Apo të këshillon edhe vajza për shembull Vajza apo për dikush tjetër? make-upin më ndihmon. Vajza mi zgjedh me produktet e make-upit. Po. Me fjalë për anën shëndetësore, që mos psoj alergjira, gjëra për këtë pjesë. Po për këtë pjesë, kurse që të vajza nuk do që të bëhem shumë e theksuar, për shumë si pëlqejmë buskuqi fort. Unë nuk e dorë nga buskuqi fort. Dhe bën shumë mirë. Dhe bën shumë mirë. Nuk ka qef shumë faqet shumë roz. Ti nuk heq dorë nga faqet e roz. Nuk e heq. Këto, po. Dhe bën shumë mirë. Edhe pasaj qesh Ilira e kalon me një buzëqeshje, vetë e bëj kozmetikën, vetë i bëj krefjet e flokëve, më ndihmon. Kam një shoqen time që ka një salon shumë të bukur. Edhe të kreh me volum. Më kreh me volum, se kam shumë pak flok. E nuk duket fare. Me qenë se jemi të krehja e flokëve, si ke mbajtur këto flokët, ka që bukur, si Rafaela Carrà. Edhe unë e di që nuk del nga shtëpia nëse nuk i ke të krehura. E ke një pozicion të caktuar se si fle, që të mos ndryshoj modeli flokëve. Dëgjoj, të mbash veten në formë, t'jesh e bukur, t'jesh e pëlqyeshme, do me thënë nga gratë e tjera, është dhe një sakrificë. Edhe kur ecën, të duket mos devijosh nga rruga, po të ecësh pam. Ose, pse është punë, është dhe punë. Sepse... Se të kujdesurit për veten, ju e shihni edhe si një punë? Si një punë. Puna ndonjëherë nuk është me qef. Nuk është me qef, por puna duhet bërë. Për shembull, ka gra që në darkë nuk i lajnë ndonjëherë dhëmbët, por dhëmbët duhet i lajë çdo darkë. Çdo darkë duhet lash dhëmbët. Si do që t'jetë puna, ka gra që nuk e heqin fare tualetin e mëngjesit edhe flën me të, po jo duhet ta pastrosh fytyrën, të rigjinerohet fytyra.
ta pastrosht edhe në mëngjes, kur del, pastaj përsëri. Aman, do pak për kushtim. Po, që kur të kalosh të 70 të shkëlqej lëkura kështu si e keni? Do pak Shkëlqen. ashtu sakrificë. Dhe këto sakrifica janë për veten tënde, për shëndetin tënd, sepse mbajtja e vetes është për mendimin tim edhe shëndet. Të mbash veten në radhë para është kulturë. Po. Në radhë të dytë tregon karakterin që ke. Zonja është sportive, unë nuk jam shumë sportive. Po. Jam çik më alternative. E treta, edhe tregon dhe stilin tënd. Nuk i marr të tëra kallup, do me thënë që mota të vesh edhe një gjë që ka veshur një shoqja apo XY, sepse nuk na shumë. Në parukeri, unë nuk vete asnjëherë. Vërtet? Asnjëherë. Kushti bën këto ëndet e bukura? Moment. Të lutem, çantat nuk i hapim tani, na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kur të rikthehemi do të shohim të gjitha sekretet, se cila prej tyre se si kujdeset për flokët, se si kujdeset për make-upin, kombinimit e veshjeve dhe aksesorët, por shoh këtu se e di që i ke të panumërta, veçanërisht një element. Syzet, pika jote e dobët. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në Living Room.